Sot më duhet të them me këshare të madhe se këtë kuvend as nuk e ndjej e as nuk e shoh si fest. Por në historinë tonë 37 vjeçare nuk po mblidhemi për të zgjedhur, po mblidhemi për të rrëzuar. Jemi mbledhur në kuvend të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dytin këtë vit, të katërtin në 5 vitet të mandatit tim, të thirrur me kërkesën e së paku 1/3 së delegatëve të kuvendit tonë. Këtë kuvend nuk e kam thirrur, ky kuvend më është thirrur. Dhe thirrja e kuvendit nga delegatët tonë është një mekanizëm krejt demokratik që statuti ynë e njeh dhe si kryetar i LDK-s e kam konsideruar detyrim të respektoj pa asnjë hezitim këtë nismë. Dhe ç'është më e rëndësishmja, të mbajmë kuvendin pas një ditë vonisë. Tani, në historinë tonë të madhe partijake, kuvendet si platformë e shpërfaqjes më të lartë të demokracisë janë parë gjithmonë si fest, sepse për ne demokracia është fest. I kemi quajtur fest, i kemi trajtuar si fest, i kemi kujtuar si fest gjitha proceset tona demokratike. Por sot më duhet të them me këshare të madhe se këtë kuvend as nuk e ndjej e as nuk e shoh si fest. Dhe të mbeteni të sigurt se as antarësia jonë e lënduar për ndryshe shumë, as nuk e sheh e as nuk e ndjen të tillë. Sepse për herë të parë në historinë tonë 37 vjeçare nuk po mblidhemi për të zgjedhur, po mblidhemi për të rrëzuar. Për këtë është mbledhur LDK-ja sot, për të rrëzuar. Dhe pavarësisht rezultatit përfundimtar, që kjo ditë e sotme do ta nxjerrë, një gjë na mbetet e sigurt se në historinë politike të LDK-s 30 korriku do të mbetet si dita ku rrëzimi i kryetarit të partisë ishte motiv i mbledhjes sonë. Por kur rrëzimi është qëllimi i shtëpisë së lirisë, pavarësisë e demokracisë, kur në rrëzim e rreth rrëzimit provohet reduktohet kjo shtëpi, atëherë LDK as nuk del më e fortë, as nuk del më organizuar, e më besoni, as nuk del më e bashkuar. Funksionarët partijak mund të gjejnë dhe gjuhën e përbashkimit një ditë, e kanë gjetur shpeshherë dhe kur nuk ta merr mendja. Por populli, ata që na votojnë, ata për të cilët ekzistojmë si parti, në radhë të parë, kur e sheh LDK-n kështu, ndohet nga ne. Dhe të jeni sigurt, populli po na sheh. Të lënduar nga kuvendet si ky, mund të mbesim vetëm ne. Iniciatorët kanë mundur presin pak muaj nga sot. Kjo karrike këtu do të ishte e lirë për secilin që mendon se e meriton. Por ja që kjo rrugë zgjodh, tani le ta kapërcejmë dhe këtë sfidë sot me qetësi, me shumë maturi dhe me demokraci. Zonja e zotërin në përpjekje për të qenë sa më i qartë në ju, do ta them qartë që në fillim se kjo nismë është e gabuar, është e pavend, është e pakohë. Jo sepse ka një shënjesër kryetarin e LDK-s, që në këtë rast jam unë, as kush prej nesh nuk është më i madh se kjo parti, as kush prej nesh nuk është i përjetshëm në detyrat që marrim në këtë shtëpi. Kemi detyrim ta marrim këtë shtëpi kur është vështirë, e pesa kur pak kush ka guxim ta